Adriano Baja shturmuar, përshëndetje. Shëndetje edhe juve nga Prishtina. Doja të ndalesha tek zona Osmani e cila ka caktuar datën për zgjedhjet lokale me 12 tetor. Po shkojmë drejt një zgjidhje të ngërçit politik? Janë dy procese të ndryshme megjithatë, por edhe mund të jetë shkas për dalje nga ngërçi politik që është futur kuvendi si strukturë politike. 12 tetori është datë që do të përballen partitë politike spaku në 7 qendrat kryesore të Kosovës dhe mund të jetë shkas pastaj edhe për një ndryshim rrënjësor të pozicionimit edhe në zgjedhjet jashtëzakonshme që sipas gjykimit tim mund të mbahen fill pas këtyre zgjedhjeve, pas datës 12 tetor. Ndërkohë, ne jemi në kushtet e një ngërçi të jashtëzakonshëm politik, ndërkohë kemi edhe këto informacionin që Osmani pra i cakton datën e zgjedhjeve lokale. A janë, zotëria Ramabaja, vetë ofruar përgjithësia e formulës mes akuzave për pazare ose gjetjes së zgjidhjeve pa kushte? Politikanët atje po lexoja disa reagime, por gjithsesi u aleju se jeni më në brendësi të gjitha këtyre zhvillimeve. Pra, mund ketë një lëvizje shumë të shpejtë që se kemi pritur deri më tani? Jo, për fat keq në daljen nga ngërçi politik për çështjen e kuvendit nuk kemi lëvizje. Kemi paralajmërime, por jo lëvizje. Unë madje dyshoj se mund të arrihet deri te një zgjidhje e këtij ngërçi edhe për një arsye, sepse jam i prirur ta shoh këtë ngërç politik si produkt të luftës hibride ruso-serbe. Dhe për bindjen time të thellë, LDK-ja dhe PDK-ja, por sidomos LDK-ja është peng i luftës hibride që po bën Rusia dhe Serbia me ndihmën e oligarkëve që tashmë i kanë në dorë drejtuesit real të lidhjes demokratike. Mund t'i nglloj akuzë shumë e ashpër, por nuk mund të kuptohet ndryshe barikadimi i lidhjes demokratike as. Për arsye të thjeshtë, ajo ka qenë një prej forcave politike që thirret shumë në institucionalizëm, ndërkaq pas luftës ka qenë në koalicion me të gjitha partitë politike dhe vazhdimisht pothuajse ka përfituar nga pozicioni i humbësit. Prej vitit 2004 ajo nuk ka fituar asnjëherë zgjedhjet qendrore, zgjedhjet e karakterit përgjithshëm republikan. Ndërkaq ka qenë pjesë e qeverive vazhdimisht, edhe me PDK-n, edhe me AK-n, edhe me AKR-n. Madje disa ditë ka provuar edhe me lëvizjen vetëvendosje. Ndërkaq tashmë është pozicionuar as me lëvizjen vetëvendosje, pavarësisht se ishte vetmja forcë politike që pati një ftesë publike për një koalicion që shumë prej miqve të mi në LDK e kanë mirë pritur, por ata janë të bindur se prapa këtij vendimi nuk kemi të bëjmë me një rezonim të shëndetshëm politik dhe që do të garantonte perspektivë lidhjes demokratike. Ndërkohë, ajo që ne intereson dhe të kuptojmë pak më mirë është, a lejon ligji të mbahen 2 zgjedhje një herë atje? Çështja është se a mund të përpushen datat, po mendoj procedurat kushtetuese. Dhe sipas njohësve të këtyre procedurave, do të mund të ishin 3 skenar të mundshëm, cilat do të krijonin mundësi që zgjedhjet të mbaheshin më 12 tetor. Skenari i parë ishte shpërndarja e kuvendit mos largu deri më 2 shtator, që do të thotë se do të duhej të vazhdohej me këtë lojën tragjikomike të mbledhjes për çdo 40 tetor dhe disa herë rresht. Skenari i dytë është ai që parasheh dështimin e krijimit të qeverisë pas konstituimit të kryesisë së kuvendit brenda 60 ditëve.
dhe shpalljen e mundshme të zgjedhjeve të parakohshme mos largu më 4 korrik. Ndërkaq skenari i tretë është dështimi dyfisht edhe të mandatuarit të lëvizjes së vetëvendosje dhe atij nga opozita, cili do qoftë që do ta merrte barrën që të krijonte variantin alternativën e dytë. Edhe në këtë rast, mos largu deri me 2 shtator do duhet që të kryeshin këto procedura. Pra, realisht shikuar, pa një vullnet politik, asnjëri prej këtyre 3 skenarëve nuk mund të realizohet, rrjedhimisht zgjedhjet e përbashkëta, edhe ato lokale, edhe ato për nivelin parlamentar, nuk ka gjasa që të mbahen më 12 tetor. Ndërkaq interesi shumë i madh i opozitës është që të shkohet në zgjedhje, fillimisht në zgjedhjet lokale dhe tek pastaj në zgjedhjet parlamentare. Arsyeja pse opozita insiston këtë plan është e qartë. Në zgjedhjet lokale lëvizja vetëvendosje nuk ka performuar mirë, edhe atëherë kur ka fituar maksimumin 51% për shembull në vitin 2021, vetëm disa muaj më vonë i fiton vetëm 4 komuna dhe atë 3 komuna pa peshë të rëndësishme. Pra struktura e vetëvendosjes në nivel lokal ka qenë relativisht kalon shumë për dëshiruar. Kjo nuk do të thotë se nuk ka ndryshuar gjatë këtyre 4 viteve, por në këtë ide investon opozita shumë. Unë duhet të prek edhe pse nuk kam shumë në dispozicion atë se çfarë tha ministri i jashtëm i Rusisë kur kritikoi vendet perëndimore për rolin e tyre në ndarjen e Kosovës nga Serbia, duke theksuar se ishte i padrejtë. Pse vjen në një moment të tillë, kujt i shërben dhe si do ta lexojmë si mesazh këtë zoti Ramabaja? Se bota është e trazuar, ne e dim shumë mirë. Saktë, e trazuar jashtëzakonisht shumë, paralajmërimi i mundësisë tërheqjes në rrafshin politik, mos interesimi shumë i theksuar i Shtetit Bashkuar të Amerikës se çfarë mund të ngjas në Baltik ose çfarë mund të ngjas në Ballkan, gjithmonë flas për rrafshin politik, jo për rrafshin e sigurisë. Le të nënkuptohet që edhe Baltiku dhe Ballkani janë lënë në dorë të menaxhohen nga Brukseli. Nëse në raport me Baltikun kemi reagim adekuat, jo vetëm në rrafshin politik, por edhe në rrafshin e sigurisë, le të kujtojmë për shikuesit se është hera e parë në historinë e pas luftës së dytë botërore që një batalion i madh prej 5.000 ushtarësh gjerman tashmë kanë zbarkuar në Lituani dhe garantojnë sigurinë e këtij shteti dhe të shteteve tjera që lehtësisht sipas të dhënave tashmë të publikuara të shërbimeve sekrete gjermane dhe lituaneze, brenda një periudhe jo të gjatë do të mund të ishin objekt i sulmit rus. Por, nëse në rrafshin politik dhe të sigurisë kemi një impenjim kaq të fuqishëm në Baltik, për fat keq Bashkimi Evropian shumë pak i ka kushtuar rëndësinë e duhur Ballkanit në këtë plan, e kam fjalën në planin politik, sepse është marrë tej mase gjatë me përkthjeljen e Serbisë, përderisa ajo gradualisht tashmë është shndërruar, sidomos në rrafshin e luftës hibride në një Bielorusi të Evropës juglindore. Dhe siç e thash, këtë që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, unë e shoh produkt të kësaj lufte. Faleminderit zoti Ramabaja për gjithë sa ndat me ne, të përshëndes. Lutem ditë mbarë dhe juve, miropafshim.